Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste nisi me kritika të forta ndaj sistemit të drejtësisë. Kryeministri Edi Rama në fjalimin e tij prej 97 minutësh e konsideroi pezullimin e një ministri si një ndërhyrje brutale në pushtetin ekzekutiv dhe kritikoi drejt për drejt prokurorët e SPAK, duke thënë se lëshojnë fletëthirrje si bileta teatri në garë për mandatin e ardhshëm të institucionit. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë e zhvillimit të vendit. Shqipëria në Bashkimin Evropian është histori. Dhe pa diskutim që nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet kur përtej zhurmës përditshme dhe përnaçshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të SPAK-ut, duke prerë flet arreste në tufa, për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, dhe në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Tani, me siguri, do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Por në asnjë mënyrë jo. Unë këtu sot do them vetëm një të njëjtë në atyre që kam në fakt për të thënë, për ndërhyrjet jo vetëm të pajustifikueshme, por dhe të panevojshme të gjyqësorit në punët e ekzekutivit dhe të legislativit bashkë. Të pajustifikueshme sepse shteti ka 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri, dhe nëse njëri prej tyre hyn në punë të tjetrit, shteti nuk funksionon si duhet. Kjo vlen kur pushteti ekzekutiv ndërhyn në punë të pushtetit gjyqësor dhe po njësoj vlen kur pushteti gjyqësor ndërhyn në punët e pushtetit ekzekutiv. Rama gjithashtu rikujtoi njerëzve të drejtësisë sharjet dhe fyrjet që kanë marrë nga paraardhësi i tij Sali Berisha, si dhe fyrjet aktuale që kreu i demokratëve bën ndaj ish kreu të SPAK Altin Dumani. Mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur paraardhësi e ngrinte, puçiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Ose nëse ju vjen zor ta kujtojnë se ku mund të jenë fshehur, apo aq më keq ju vetëm mendja ta quajnë të panevojshëm për kujtesën e tyre këtë detaj se helbete iku ajo kohë dhe tani po hym në Europë, le të mos e harrojnë se tani, sot, në këtë kohë, ati që s'u bë dot pasardhësi im, pasi ishte paraardhësi im, nuk ja artikulojnë dot jo një deklarat, por gjysmëllafi, edhe pasi telde i lexon librin e shtëpisë, prokurori ton më kurajos, mu tek dera e SPAK-ut. Prandaj u sugjeroj të merren me mesazhin, jo me mesazherin. Se paguhen si frëngu pulën nga taksat e shqiptarëve bashkë me 500 sekretarë dhe këshilltarë të tyre, që të qeverisin sistemin e ri të drejtësisë, jo që të ankohen për ndërhyrje dhe për presione inekzistente. Nga unë, që u kam dorëzuar shpatën e drejtësisë pavarur, e cila arrinte në zyrën time që nga viti 1912. Në fjalën e tij përpara deputetëve socialist, Rama e konsideroi momentin si një ullkryq për vendin, duke theksuar se busulla e vetme e shumicës qeverisëse mbetet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe sot, në 26 shkurt, ne jemi më afër antarësimit, dhe këtë e them faktikisht, jo metaforikisht, se sa që ishim fjala vjen në 26 janar, apo lëre pastaj në 26 shtatorin apo tetorin e vitit shkuar. Dhe përsëris kjo nuk është letërsi, kjo është fakt, sepse e tillë është shpejtësia me të cilën po ecim në atë proces, fal volumit madh të punës që po bëjmë së bashku. Aktualisht, tani që flasim, ne kemi arritur
hyrjen në kapitullin e ri të procesit që është vlerësimi dhe pastaj marrja e dritës jeshile për ato që quhen pikat e ndërmjetme, të cilat janë sipas drejtuesve tona në këtë proces një test i vështirësisë shumë të lartë dhe kërkoj një përgatitje shumë të lartë të vendit. Për të tjerët para nesh, për shembull, janë dashur edhe vite për të kaluar testin e piketave të ndërmjetme. Për planin ton, ky test duhet kaluar në disa muaj. Dhe kjo do forcë. Në vijim të fjalës së tij, kreu i ekzekutivit tha se koha dorëheqjeve morale do të vijë, por vetëm pasi të kalojë sipas tij faza revolucionare e pavarësisë së drejtësisë. Sipas Ramës, Shqipëria aktualisht figuron me rekord të zymtë europian.